Dasma shqiptare 2017 Paraqet. Mirëmbrëma. Duke mos e zgjatur me hyrjet e kota, po dal direkt në temë. Unë jam një grua 37 vjeçe dhe jam e martuar prej vitesh me një burr që njerëzit e njohin më shumë nga televizori se sa nga jeta e përditshme. Burri im është politikan. Flet bukur, ditë premtoj, ditë duket serioz para kamerave. Por në shtëpi është gjithmonë i zënë, ose me telefon, ose me takime, ose me njerëz që nuk i njoh as unë. Jetojmë në një pallat të mirë në qytet. Është pak luks, por jo ku me ditë se çfarë. Por është mjaftueshëm sa të duket se jeta po na shkon përpara. Dhe aty u zhvendosën para disa vitesh edhe një çift i ri, shoqja ime Arjeta me burrin e saj Artanin. Ata kishin ardhur nga fshati. Ishin njerëz të thjesht, pa shumë gjëra, por me shumë punë në duart e tyre. Arjetën e njihja mirë. Ishte shoqja imja që disa kohë. E dija sa kishte pasur jetën të vështirë. Dhe kur erdhi në qytet, u gëzova vërtet për atë, sepse mendoja se do t'i hapej rruga. Burri i saj filloi të punonte taksist, punonte ditë e natë, dhe ajo rrinte më shumë në shtëpi, duke u munduar të rregullonte jetën e re. Familjarisht u bëm shumë shpejt si një shtëpi. Hynim e dilnim tek njëri tjetri pa trokitur. Pinim çaj së bashku, hanim darka të thjeshta, flisnim për halle, për punë, për jetën, e sidomos burrat tan flisnin shumë për politikë. Dhe askush nuk mendonte se diçka mund të shkonte keq, sepse në fillim gjithçka dukej tepër normale. Artani ishte 30 vjeç. Ishte më i ri se unë. Ishte i qetë, fjale pak, e gjithmonë i rregullt dhe i përpikt. Kur fliste, e thoshte të drejtën, edhe nëse nuk i pëlqente burrit tim. Ishin në kahje të ndryshme politike, por ishim komshinj dhe shkonim mirë së bashku. Ai po ashtu kishte edhe një lloj respekti që nuk e shihje shpesh, sidomos në qytet ku ishim ne, ku të gjithë nxitonin dhe nuk shihnin askënd njëri tjetrin në sy. Por unë fillova ta përdorja taksinë e tij shpesh. Jo sepse nuk kishte të tjerë, por sepse më dukej më e sigurt, dhe sepse gjithmonë ishte i sakt dhe i përpikt. Gjatë rrugës ai kur nuk fliste kot. Nuk bënte pyetje të panevojshme, dhe unë gjithmonë e paguaja mirë, e ndonjëherë shumë më shumë se ç'duhej, e i lija edhe bakshish të madh. I thoja mbaje për vete. Pak nga pak do të mblidhen e të blesh një vetur më të mirë se ç'e ke. Dhe Artani gjithmonë e merrte me një falënderim të thjesht, e pa u ndier keq. Me kalimin e kohës, fillova t'i blija edhe ndonjë gjë. Jo direkt për te, por për familjen e tyre. Ju blija ndonjë robë për Arjetën, ndonjë pajisje për shtëpinë, dhe e bëja me idenë që po ndihmoja shoqen time, edhe pse në thellësi e dija që po kërkoja një arsye për të qenë
më afër Artanit. Burri im u bë shok i ngushtë me Artanin. Ai e merrte shpesh me vete kur Artani ishte i lirë. Burrit tim i pëlqente mënyra se si ai e ndëgjonte. Edhe pse kishin kahje të kundërta, ai prap se prap nuk e kundërshtonte, e nuk i nxirrte as sekretet që burri im i tregonte ndonjë gjë që popullata thjesht nuk e dinte. Artani i dukej besnik burrit tim, dhe nuk e mendonte as për një çast se unë, gruaja e tij, po filloja të ndihesha ndryshe sa herë që Artani ishte pranë. Nuk ishte diçka e qartë në fillim. Ishte vetëm një ndjesi e vogël, një lloj qetësie që nuk e kisha në shtëpinë time, sepse në shtëpinë tonë gjithmonë kishim zhurmë politike, tension, telefonata, ndërsa me Artanin kishte heshtje që nuk të rëndonte. Një ditë, gjatë një rrugët e gjatë me taksi, dërsa shiu binte dhe qyteti dukej më i lodhur se zakonisht, Artani më tha se nuk e kishte menduar kurrë që jeta në qytet do të ishte kaq e ftohtë. Dhe unë, pa menduar i thash, se as unë nuk e kisha menduar që edhe pse e kam jetën të rregulluar, do ta ndjeja kaq bosh kur s'kam njeriun e duhur. E për herë të parë u pam në sy me gjatë se ç'duhej. Pas asaj dite, filluam të flisnim shumë me tepër. Por në fillim nuk flisnim për gjërat e ndaluara, por flisnim vetëm për jetën tonë. Se sa të lodhur ishim nga çdo ditë që po bëhej gjithnjë më e lodhur, dhe përpritjet që nuk përmbusheshin asnjëherë, dhe gjithmonë ruanim një kufi që e ndjenim të dy, por ai kufi çdo ditë po bëhej më i holl sepse ishte dëshira e të dy neve. Në shtëpi vazhdonim të takoheshim si miq. Arjeta nuk dyshonte për asgjë, ndërsa burri im ishte i zënë me punët e veta, dhe unë ndihesha gjithnjë e më shumë e përfshirë në diçka që nuk e kisha planifikuar. Një mbrëmje vonë, pas një darke të gjatë, ku burri im ishte larguar herët për një takim, unë dhe Artani mbetëm vetëm në ashensor. Dhe, nga që ishim në siklet, ai as nuk më përshëndeti e as unë nuk i fola asgjë. Por ajo heshtje ishte më e madhe e ishte shumë më ndryshe se të flisnim. Ishte një heshtje e mbushur, dhe kur dolëm në katin ton, ai u ndal për një çast, sikur donte të thoshte diçka, por nuk e tha. Kaluan ca kohë, ndoshta disa javë, e ndoshta u bë edhe një muaj, dhe tensioni po rritej pa fjalë. As nuk i kishim dhënë dorë njëri tjetrit atë ditë në ashensor, dhe nga që s'kishim folur, mendja më rinte aty, por kishim mjaft shikime dhe mjaft heshtje që zgjateshin kur shikoheshim. Derisa në një mbrëmje tjetër, kur Arjeta kishte shkuar tek prindrit e saj, dhe burri im ishte jashtë qytetit për punë. Ndërsa ne, unë me Artanin, u takuam rastësisht në shkallë. Prap u ndalem, u pam, dhe për herë të parë nuk pati nevojë për fjalë. Ai u ofruan ngadalë, ndërsa unë nuk u largova. Dhe ajo puthje erdhi e heshtur, e shpejt, e fshehtë, pa premtime, pa asnjë fjalë, por me një kuptim që nuk kishte nevojë që të shpjegohej. U larguam me një herë, secili për në derën e vet, pa kthyer kokën mbrapa,
derisa s'mund të rija ashtu. Pasi qëndrova ca minuta në shtëpinë time, shkova e trokita në derën e tij. Artani hapi derën, e po më shikonte. I thash, ke bërë një gabim shumë të madh. E di, tha, por ajo që u bë. Jo, i thash, ti s'me kupton fare mua. Ke bërë gabim që e le vetëm me një, e pastaj ike. Mendova që do të vije, e mu desh mua të vije të këti. Artani e kuptoj çdoja unë. Ai mbylli derën e më tha, dua që të dish diçka. Po prisja se çfarë? Dhe Artani më tha, mendoj që është pjekur koha të ta tregoj Stambollin. Çfarë tregimi që bënte ai? Filloi duke më treguar avash. Nuk dinte të mbaronte ai tregim, por edhe unë doja që t'ja tregoja edhe atij diçka. Por doja që të shkonim tek shtëpia ime. Shkuam. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.